A keni marrë këto ditë ndonjë mesazh për një gjop trafiku me një ultimatum gjojase nga policia e Kosovës për ta paguar, ose një mesazh tjetër nga Posta e Kosovës për një dërgesë, të cilën thuhet se nëse nuk shkoni ta tërheqni, do të paguani tarifa shtesë. Këto mesazhe janë mashtruese me qëllimin që t'ju dëmtojnë. Si funksionojnë këto skema mashtruese, si t'i dallojmë dhe çfarë rreziku real paraqesin ato? Për këtë çështje dhe për atë se si të mbroheni nga mesazhe të tilla, do të diskutojmë sot në studio në podcastin ton 5 pyetje me njohësin e sigurisë kibernetike Korab Keqekollën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në podcastin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, mirësi u gjej. Atëherë do të flasim për këto mesazhet mashtruese që thash ndoshta dikush mund të ketë pranuar ditëve të fundit në telefon të ngjashme nga policia e Kosovës, nga posta ose nga bankat për të kryer pagesa. Kemi edhe dy prej tyre si shembuj të mesazheve, të cilat mund t'i kemi në ekran. Mesazhi i parë që mund ta shfaqim mund të jetë nga policia e Kosovës, gjoja se u është dërguar njerëzve, pra është një mesazh ku njofton për një gjop trafiku, ku përmend një ligj të caktuar të Republikës Kosovës, në bazë të cilit jep një ultimatum për të kryer një pagesë, kënse përmes kanalit e-Kosova, ku aty futet një link që s'është linku real i platformës e-Kosova, dhe i gjithë ky mesazh vjen nga një përdërues me emërtimin, ose mund ta quaj kështu, sti@mail.ru. Të ngjashëm ka pas mesazhe të tjera edhe nga Posta e Kosovës. Pra gjoja se vi nga Posta e Kosovës, ku njerëzve u kërkohet të shkojnë të marrin një dërgesë në Postën e Kosovës, në të kundërtën do të paguajnë tarifa shtesë. Linku që udhëzohen njerëzit ose personave që është dërguar ky mesazh të klikojnë është https Posta e Kosovës, fare pa një e në mes, .vip KS. Po. A mund na shpjegoni Korab, çka janë këto mesazhe? Pse vijnë? Ndoshta pse po ju dërgohen qytetarëve, kënse nga posta, nga policia, nga banka, dhe çysh po funksionon gjithë kjo skem mashtrimi? Atëherë, fillimisht këto mesazhe, edhe secili mesazh i cili emiton një burim legjitim që ka për qëllim marrjen e informacioneve personale apo marrjen e të mirave financiare si kredit kartela apo diçka ngjashme, këto lloj mesazheve quhen phishing apo njihen me terminologjinë në botën e sigurisë kibernetike si phishing. Kur ato dërgohen në formë të SMS-it, kjo merr një term tjetër i cili është smishing. Ne kemi të bëjmë me disa sulme smishing që janë drejtuar drejt Kosovës. Tash e më shumë se 3 vite ne kemi informacione që ko pas kohe dërgohen këto lloj mesazhe, po kohëve të fundit kanë qenë më të theksuara dhe kemi pa që kanë pasur, do të thot, edhe prezencë në opinionin e gjerë në Kosovë. Ne nëse shohim, do të thot, pjesën e parë që kemi të bëjmë me mesazhin që është duke imituar policinë e Kosovës për gjop trafiku, ne mund ta shohim që spari linku nuk është legjitim. Republika e Kosovës, edhe pse nuk e ka një domain tamam të regjistruar, ka rks.vizgov.net. Edhe kur e shohim na këtë domain, nëse një link përmbyllet ose përfundon me këtë domain, ne legjitimojmë që është një link apo një vegz nga Republika e Kosovës, zyrtare. Po ne nëse kemi, do të thot, linqe të tilla me .click, .top, .vip, ne automatikisht duhet ta shohim si indikator që diçka nuk është në rregull me atë link. Këto sulme zakonisht kanë për qëllim ta zgjojnë sensin e urgjencës. Shumica e kerve gjithmonë funksionojnë duke zgjuar sensin e urgjencës tek viktimat e tyre. Zakonisht në ditët e sotme sensi i urgjencës është dëm material, do të thotë nëse ne vendosim një post po nëse na rrin neve posta jon, dërgesa jon dhe neve na mirën holla shtesë shkaku që në magazin po qëndron, neve normal që kemi një sens të urgjencës, pasi që mund të dëmtohemi financiarisht, edhe të pas parasysh këta na mujna edhe me bona i gabim të dhon dhana, se ne mendojmë që është diçka legjitime. Pjesa e policisë ka qenë mjaft, mund ta quajmë rastësi apo sën të orkestruar, ala nuk mundemi ta faktojmë, po fiks afro një muaj pasi që u vendun kamerat në qytetin e Prishtinës, ose të paktën patëm informacion publik që
po fillojnë me implementimin e disa kamerave, filluan edhe gjobat kinse nga policia të shpërndahen tek qytetarët. Pra këtu përmes SMS-it. Po, gjithçka është përmes SMS-it. Ne jemi dëshmitar që kampanjat të ngjashme që kanë për qëllim vjedhjen e informacioneve personale kanë qenë edhe më herët në Kosovë, tash muajt e fundit, sidomos këto kampanjat, skemat piramidale, këto kampanjat që kanë bëjë me investime, po gjithashtu edhe kampanjat e lojrave shpërblyese. E marrin shembull një supply chain të marketeve, do të thotë një brand, po du me cek me emër specifikisht, edhe vendosin që për nder të hapjes së pikës së 50 një po japim një vetur shpërblim, edhe çka ndodh aty, ai post merr qindra lajka, qindra komente, edhe qindra mundësi që dikush me u dëmtu, me pas identitetin e vjedh, po mundet me ardhë deri te më e keqja, me pas dëme financiare, tu ju marr kredit kartela. Para se të flasim ndoshta më vonë tek pasojat e së dëmit që mund të shkaktohen, vazhdojmë me pyetjen e dytë tek ajo që thatë sa i përket asaj sensi të urgjencës që mund të nxitet tek njerëzit kur pranojnë një mesazh të tillë. Çka janë ndoshta shenjat kryesore që një qytetar kur hap telefonin, sheh një mesazh të tij duhet t'i dalloj që mesazhi që po e lexon është mashtrim dhe nuk është zyrtar nga policia ose nga posta ose nga kushdo institucion që kinse po i dërgohet. Gjëja e parë që ne zakonisht edhe gjatë edukimit të stafit ku ne menaxhojmë në aspektin sigurisë kibernetike, ne ju themi gjithmonë, nëse është dita jote me fat, nëse ke fitu lotari, nëse ke marrë ndonjë shpërblim diskret për dikujt, sigurohu. A nëse është dita jote me fat, gjithmonë sigurohu. Për shkak se sensi i urgjencës gjithmonë targetohet, zgjohet tek viktima. Ne indikatorin e parë kemi gjithmonë te dërguesi. Ne shohim që nëse e shohim dërguesin lart të dy shembujt, është diçka që nuk ka lidhje as me policinë, as me Kosovën, as me, do të me thonë, postën që kjo si shembull. Pra, dërguesi gjithmonë duhet të verifikohet. Dërguesi nganjëherë mundet edhe të manipulohet, për shkak se ka metoda që ne mundemi të dërgojmë mesazh kinse nga policia e Kosovës. Kjo do të thotë është metodë e njohur në botën e sigurisë kibernetike. Pra tek dërguesit shkruhet policia e Kosovës. Dhe dikush ta besoj që është. Po. Se për shembull këto kampanjat e marketingut që dërgohen me SMS-a, nëse kena një kompani që po na dërgon neve kampanjë marketingu diçka pranojna prej tyre, mund ta vrejmë që në vend që të jetë numri i dërguesit kush po dërgon është një emër. Emri i kompanisë po. Edhe ata mund dikush me kesh përdorur dhe me shkruajt policia e Kosovës apo diçka të ngjashme. Pra kjo është indikatori i parë, por jo gjithmonë mundet me qetë i saktë. Çka është tjetër shumë e rëndësishme, se nëse këto sulme zakonisht orkestrohen jashtë Republikës Kosovës, ata nuk munden me pas gjithmonë përkthimin më të mirë të mundshëm teksteve. Na nëse e shohim në secilin phishing, smishing kampanjë të shpërblimeve, nëse e shikojmë tekstin me kujdes, edhe nëse lexojmë rregullisht shpallje që bëhen tek këto institucione apo kompani, ne shohim që nuk po përdoret një gjuhë artikuluar si duhet, ose ka gabime me gramatikore, ose ndonjë fjalë që nuk përdoret në žargonin ton, do të dialektit të Kosovës, mundemi të me gjetë aty, edhe kjo është indikatori tjetër. Indikatori i fundit që ka shumë rëndësi është me pas se çfarë po të kërkon edhe ku po të shtyn ty me kliku. Ta lexojmë çka është në link ndoshta para se të klikojmë. Po, gjithmonë do të më verifiku linkun. Na e kena mundësinë që me pa linkun edhe me verifiku. Nëse pranojna në mënyrë të emailit, krejt që na duhet me pa nëse linku është linku i vërtet, e afrojmë mausin apo bëjmë hovering afër linkut, edhe na del linku real mbrapa atij linkut që po fshihet. Edhe na nëse e shohim që një link është jo linku adekuat që ne vizitojmë për ato çështje që ne i kemi ditore apo mujore apo thjesht është ndonjë problem, gjithmonë duhet ta verifikojmë se është burimi i saktë. Nëse është për shembull ekosova.top, ekosova.click që na kemi pas, se pak a shumë komuniteti ka sendi ka detyruar ata me ndru kaq shpesh për shkak se kemi arrit mi raportu edhe kur hapet linku, tregon që është phishing. Këtja ka qenë punë do të thotë personave që janë brenda Kosent, kemi persona që janë edhe në Ashini Kosisht, që janë pjesë e Kosintit, edhe ka qenë punë djemve që janë brenda në Kosent edhe në Defcon Group Prishtina. Kosint pra një organizatë që merret me Kosova Open Source Intelligence është një komunitet më shumë do ta quaja, të cilët miremi me Open Source Intelligence, me inteligjencën e hapur që ndodhet në internet, ku njëkohësisht miremi edhe me gjurmimin, identifikimin e kërcënimeve dhe trendeve të fundit të sigurisë kibernetike në Kosovë. Dhe ju keni ndihmu
disa zyrtarë të Agjencisë Shtetërore të Informacionit ti bllokoni mesazhet Ata të i tilla. kemi kolegë edhe normalisht që edhe ata na ndihmojnë neve, po dhe ne aty në edhe në mënyrë të do të thotë bashkë kemi bu këtë punë, ata kanë raportu këto linqe në një sistem të veçantë, ne kemi raportu një sistem të veçantë, pra ka qenë një bashkëpunim më shumë, jo ndimes, kemi bashkëpunu në mënyrë vullnetare, se ata i kemi pjesë të komunitetit, pasi që punonjësit në cyber security janë pak kemi veteran themi, edhe shumica prej tyre janë të punësuar në institucione ose shtetërore ose institucione tjera publike që ndërlidhen me një kompani apo diçka ngjashme. Na kena arrit do të thotë që vazhdimisht mi raportu edhe të paktën kur është hap linku me të shfaq një paralajmërim gjuhën angleze se kjo është potencialisht phishing. Pra prap ka qenë një indikator tjetër që kushdo që ka bua aty next edhe pse të ka thonë që kujdes kjo mundet me qenë mashtrim, atëherë kjo neve na bën me dije që kemi problem me informimin e masës, kemi problem ta edukojmë secilin qytetar. Që edhe kur ka përpara paralajmërimin, vazhdon hapin tjetër. Ju po tregoni se si keni punu në bllokimin e mesazheve të tilla, po çka të bëj qytetari kur sheh një mesazh të tillë? Ku ta raportoj? Tek policia si institucioni i parë i sigurisë ose të thras këtë rast postën e Kosovës ose i kompaninë ose institucionin që të paktën kinë se bëhat se i është dërguar nga i njëjti. Republika e Kosovës është në proces të themelimit të Agjencisë Sigurisë Kibernetike dhe po shpresojmë që sa më shpejt fillon procesi edhe të zyrtarizohet gjithçka. Ajo me siguri do të jetë mund të themi institucioni përgjithës për kësaj raportime në të ardhmen. Për momentin ne kemi disa certs ose mundna me thonë njësi që mirën me këto lloj raportime që janë për gjërat emergjente që ndodhen si sulme kibernetike apo tentim sulme, do të thotë ne duhet t'i raportojmë tek ta që janë disa, edhe fatkeqësisht nuk ka shumë punëtor aty që munden me bë punën më të mirë të mundshme, por nuk është faji tyre direkt, por është faji që nuk është dhënë vëmendja duhen aty në institucioneve që janë kriju apo njësive që janë kriju për sigurinë kibernetike në institucionet tona, si për shembull në ARKEP, në ASHI e tjerë, po gjithmonë më së miri është me raportu në Policinë e Kosovës. Siç raportojmë çdo rast tjetër ndoshta. Edhe normalisht që Policia e Kosovës ka organet e tyre të brendshme që mirën me degëzimin pastaj të procesit, edhe po besoj që arrihet deri tek një të paktën paralajmërim i kënaqshëm, se edhe nëse nuk arrin me blloku, nuk i kanë sistemet apo të themi kushtimisht thojza njohuri se si me reagu ndaj një sulmi të tillë, të paktën me dalë me një post publik sa më herët që kujdes ndaj këtij mashtrimi, edhe preventiva më e mirë. A do post publik apo ndoshta të përdor këtë formën e mesazhit, sepse nëse dashakeqet po përdorin mesazhin për të mashtruar, a duhet institucioni zyrtar të përdor të njëjtën formë të tregojë që hey, mos u mashtron nga mesazhet të tilla. Sepse jo çdo kush mund të shoh një postim në faqet Facebookut ose kudo të Policisë Kosovës. Kjo është një metodë mjaft e mirë, për shembull kushdo që mundet me qenë pjesë e kampanjës që ka qenë me postën e Kosovës, pse jo mos me pasën një mesazh që kujdes, ka mashtrime që janë të zhvillu ose prej Kosovës, pse jo. Po krejt kjo varet prej procedurave të brendshme që kanë të rregulluar se kur kanë drejt me dërgu mesazh të tillë, se ndoshta ato lloj mesazhe ruhen për çështje më urgjente. Edhe kjo është çështje shumë urgjente që ndoshta nuk është në kategorinë e urgjencave të dhura, që është dashur të kategorizohet, për shkak se siguria nacionale tash është siguria kibernetike në shtetet, edhe po besoj që kjo është një metodë e mirë. Po pak është shqetësuese për shkak se nëse policia normalisht në legjitimi ka numrat tanë, ku po i marrin këto numra hakert. Prandaj ne bëjmë thirrje se nëse edhe marrim një telefonat. A ka një përgjigje në këtë? Të paktën ju si profesionist që po marrin numrin. Në bazë një analize të thjesht apo gjithkur që ndalet edhe menon, secili që ka një telefon, një numër telefonit këto të paktën 10 vitet e fundit, ka pranuar spaku një telefonat për një ofertë marketingut. Kemi një ofertë, kemi një zbritje. Edhe përgjigja jonë e parë që është dashur me qenë është ku e ke marrë numrin. Ku e kam unë pëlqimin që numri jam dhe dhonat e mia janë të procesu për arsye marketingu. Po në zakonisht to i ignorojmë edhe ato listat mbesen, edhe mundën ato listat murishit, jo me dome ose për një kompanisë mirë njohur
që bën kësi oferta, po ato lista janë marrë prej diku. A janë marrë nga kompanitë e telefonisë, prej cilave kemi ne numrat tonë personal? Këto mundet me qenë dy mundësi. Ose janë marrë në mënyrë ilegale prej kompanisë telefonisë që i kemi dy në Kosovë, që unë këta nuk du me besu, për shkak se kompanitë tona janë mjaft serioze, edhe Telekomi Kosovës edhe EPCO ka një siguri mjaft të lartë, po këtu mundet me qenë një person që ka qasje me një dokument që ka shumë numra, mundet me marrë dhe me shit. Kjo normalisht kërkon një investigim të brendshëm që neve nuk na takon as me përmend, as me iniciu. Po është me rëndësi me di që krejt që tot dhana janë tu marrë prej dikujt. Ose është ndonjë anketus, ose ndonjë formular, apo ndonjë pyetësor që na kena dhënë numrin, ose thjesht jemi një listë që është marrë ose prej Telekomit apo EPCO-s, apo diçka ngjashme, apo ndonjë pjesë diku ku numri jon është shkruar. Dalim në pyetjen e tretë, sa i përket rrezikut. Ju folët pak sa i përket kësaj çështje më herët, por çka është rreziku real për dikë që pranon një mesazh të tillë, edhe sidomos atëherë kur ka lënë hapat që rekomandohet, klikon në linkun, jep ndonjë dhënë ose diçka tjetër. Çka të bëjë ndoshta edhe atëherë kur e ka hap linkun dhe ka kuptuar që ka bërë gabim. Okej, atë rreziku fillestar është që kur pranojnë një mesazh të tillë, indikatori i parë që ne nuk jemi në rregull është që numri i telefonit ton është në listë hakerëve. Edhe në të ardhmen mundemi me pranu diçka të ngjashme, do të thotë direkt me një sulm të ngjashëm, phishing, smishing apo sulm direkt kibernetik që ndërlidhet me identitetin ton. Na nëse hapim linkun, ta shumica linqeve që po janë këto po kanë për qëllim që na vet me anë të manipulimit emocional, na vet me marrë dhe me dhonë dhana. Po na nëse hapim linkun edhe shohim që është diçka jo në rregull, nëse veç që kemi hap, përderisa nuk ka mbrapa linkut diçka të fshehur, si ndonjë malware apo diçka ngjashme, nuk jemi në rrezik. Çka kanë qenë ndoshta rreziqet për këto mesazhet nga policia ose? Nëse shohim në postën e Kosovës, kampanja fundit postës Kosovës kur e kanë analizuar, nuk ka kërkuar dhana financiare fare. Kjo është edhe më shqetësuese. Pra hakert janë tu mbledh dhana personale, emri mbi emri, numri derës, adresa sakt për shtetas të Republikës Kosovës që janë tu i rishit. Çfarë bëjnë me ato? Në të kaluamën u kon trend call center në Kosovë me ble dhana gjermanëve, zvisranëve për me i manipulu dhe mashtru. Tash po na ndodh neve. Mund të përdor një shtet tjetër dhënat e kosovarëve për të njëjtën formë? Po. Edhe kjo jemi dëshmitar që po ndodh, por derisa një kampanjë nuk don të mira financiare, po don identitetin tënd me vjedh, ne kemi me qenë pjesë një databazës që komu rishit në tregun e zi, dark web, deep web, whatever, edhe në fund ditës ata kanë me bo craft, kanë me bo një phishing, smishing me dhana tona personale. Shumë kaos mund me shkaktu. A mund të ketë rrezik edhe më tej, ndoshta të rrezikoj personalisht individ caktuar të inkriminoj në diçka që se kanë bërë kur. Aty edhe dashta me dal, çka nëse krejt viktimat që kanë qenë postës Kosovës që i kanë dhënë dhanat, e pranojnë një email kësë nga policia e Kosovës më paraqit në stacionin më të afërt policor, edhe kur e merr ti një email me emër mbi emër, datë lindjes sakt, adresë sakt, secilin dhanë tonë personale kanë sakt në email, edhe të thojnë po na duhesh stacion se ki bu krim. Edhe nëse dërgohen të 1000 persona, edhe prej 1000 personave vetëm 100 shkojnë në stacion, krijon kaos. Edhe kjo mundet më ndërlidh me një krim tjetër, por derisa 100 persona janë në stacion policor shqetësuar, mbrapa mundet më bëj një krim tjetër, edhe me pas në stacionin policor do të thotë të bllokuam thjesht me qytetar që janë konfuz për dhënat e tyre edhe për krimin që potencialisht e pas kanë bërë. Pra kjo mundet më qujt që është faza parë e abuzimit të dhënave për dikant. Kjo është sa më i thjesht, mund më bu blerje online, nëse jo me kartel, po mjafton me përdor emrin mbi emrit, apo më ta falsifiku komplet identitetin tënd. Këshilla në këtë rast është mos me hap linqe të dyshimta. Nëse është dita jote me fat, verifikoje gjithmonë burimin. Nëse kena fitu lotari ose kena pas një tafër në Afrikë që u kom princ, prap gjithmonë verifikoje, po nëse është sensi urgjencës, por ditësojt dhanat se ta blokojnë kartelen, por ditësojt dhanat se marrën pare, kur ka sens të urgjencës, merr frym njerë, edhe menoj, bëja vetit 5 pyetje, thuj, a bën unë me hap qët link, a duna me besu në qët linkut, a është gjuha mire përdorën, do me thonë, a jom të e pritu në qëta, edhe a jom klient i qëti dërguse. Esakt. Tek pyetja e katërt, Korab,
pse po shenjëstrohen kaq shumë qytetarët e Kosovës? Apo ndodh më shumë veç tek ne apo ndodh edhe në vendet e tjera? Por nëse ndalemi veç në Kosovë, pse kaq shumë muajve ose viteve të fundit? Atëherë, ne jemi dëshmitar që si shoqëri kemi dëshirë që të fitojmë para brenda natës. Kemi qenë viktima të skemave të ndryshme piramidiale, që nëse ne investojmë 100 euro, për 2-3 ditë ato do të kthehen në 500. Edhe të unis prej kësaj, ne e dim që jemi të pak të informuar rreth skemave piramidiale, edhe prej aty ka rrjedhë ideja që shqiptarët e Kosovës janë target i mirë. Pse janë target i mirë? Nëse na arrina me besu që në X marketi po jep një makinë falas, vetëm nëse na bojna tag komplet followers tonë në Facebook apo Instagram, normalisht që ti po jep indikator palës tjetër që hey, këta që ka realisht ka target qenë një mirë. prej formave si kanë bërë reklamë ose si kanë kërku. Kretë kam mbledh dhënën, pasi kam mbledh dhënat kanë ekzekutu tamam sulme që mund me dëmtu dikën edhe financiarisht. Po këta janë do të thotë persona që e njohin teknologjinë, edhe nëse e jep kredit kartelën, nuk blehet automatikisht diçka, po kredit kartel shkon diku, edhe prej aty bëhen blerje. Na kena pas që jam bëu blerje, për shembull, një pirasteve ka qenë në Arabinë Saudite me një kozmetik, 2000 euro është ble parfum online me kredit kartel të qytetarit Kosovës. Edhe kemi shumë raste tjera që mundet me abuzu. Pra, gjithçka ndërlidhet që qytetarët e Republikës Kosovës nuk po janë të edukuar sa duhet në aspektin e sigurisë kibernetike. Jemi si popull të ngotshëm, sidomos kur vjen puna me pagu një job ose me fitu diçka shpejt, pa punu për ta, edhe kur e kemi çto dy tipare, na jena targeti më i mirë për një haker, qoftë nivel shtetënor, qoftë nivel institucional, apo në vend të punës. Se edhe kur bojna testime etike për një kompani, ne normalisht analizojmë kompaninë, analizojmë punëtorët. Nëse shohim që një punëtor është më pak i informuar për sigurinë kibernetike, edhe është më lehtë emocionalisht i manipulueshëm, na shkojmë te ta. Dhe e fundit, Korab, sa i përket pyetjeve në këtë bisedë, a mund dihet prej nga po vinë këto mesazhe? Vinë nga përdorues, them kështu, të këtyre skemave, se ata që i bëjnë këto skema nga brenda Kosovës apo po vinë prej jashtë? Atëherë sa i përket, dhe nëse e dim prej nga po vinë, a mundën institucionet shteti t'i ndjek personat që qëndrojnë pas tyre? Atëherë na nëse analizojmë, po fillojna me këto që po i shohim në Facebook, që po janë kampanjat me potencialisht po fiton të një vetura apo diçka ngjashme. Gjithmonë orkestrimi mundet me pas nga një gabim. Gabime që i kemi pa në atë personat e tjerë është që direkt kanë marrë foto të mallave apo diçka ngjashme në Rumani, që ka qenë indikatori i parë që këta e njohin Rumaninë edhe kanë marrë çat foto në Rumani. Tjetra, kur e bën ti @highlight ose @followers në Facebook, muna me pa që nga njëre shohim @ndjekësit, se dikush e ka Facebookën shqip. Këta kanë bu një gabim, kur e kanë bu ta komplet, këndë që e kanë aty @followers, kanë dalë që disa janë prej Indonezisë, disa janë prej Malezisë, ndaj kemi prej Singaporit. Pra, kemi indikator që këto grupe janë aziatike. Në sulmen e fundit, antari i Kosintit dhe DEFCON grup Prishtinës Z-Skill, apo ndryshe njët si Robert Shala o gjë i komunitetit, ka investigu faqen edhe ka pa që ka gjuhë kineze mrena në kod të faqës, ka komente në kod në gjuhë kineze. Që gjuha kineze flitë do të thotë në një pjesë të Azisë, po edhe në Singapur, Indonezi mund të jetë gjuhë e dytë, e tretë apo a mund të jetë direkt Kina origjinë? Jo, na për shkak se kena shumë pak indikator, na mundemi me hamendsu. Pas njerë me dhoni përgjigjet preme, sakt. Po, qysh po e shohim këtë orkestrimin, kjo është diçka që me siguri po vjen prej jashtë shtetit, për shkak se brenda shtetit tu e marr parasysh se secili skem që ka ndodhur prej qytetarëve të brendshëm Kosovës, shumë lehtë janë identifikuar se kanë qef me dalë publikisht ose kanë qef me tregu dikujt që kanë një shok ngushtë, që s'fol, që na e dina këto. Prandaj ne mund të themi që për momentin me indikator që na i kemi, normalisht vetëm indikator bazik që i përmenda, nuk kemi të bëjmë me diçka brenda. A bën kjo më të vështirë ndoshta ndjekjen penale?
Jo, pse nuk e bëm atë vështirë? Kjo është shumë e thjeshtë. Shteti duhet më fokusu në brand protection. Çka është brand protection? Për shembull në LB banka, ti të ditën mi qel linqe për në LB, ata kanë brand protection. Edhe ai link mbrana max 24 orë bëhet take down. Se ata paguajnë një vegël të veçantë që për kujdeset që askush mos me imitu brandin apo Jo, po flas ti ndjekim penalisht këta persona që këtu du me dalë. krijojnë skema të tilla. Kur e kiti brand protection e blen, automatikisht mbyllet ai domeni. Edhe këta kur i bujnë blerjet, ose do të me ble një server, ose do të me ble një domen. Zakonisht i blen me kripto, po kemi pas rastat që si kanë blen me kripto. Platformat ku këta kanë pagu me kredit kartela. Edhe nëse Republika e Kosovës, institucionet përgjithëse bujnë raportim të domeni ku këta kanë ble, edhe iniciojnë taman rast serioz që ne kemi dame, po dojna me ditë kush qëndron mas saj, normalisht që gjasat ekzistojnë që aktorët më u kap. Po, në shtetin ku janë. Normalisht, se gjithmonë lojnë gjurmë mllaks, nëse ata paguajnë me kriptovaluta, ndoshta nuk kanë hi me VPN, nuk e kanë ndruar IP-n gjatë përdorimit të faqes. Gjithmonë mund me ekzistu një mundësi. Mundësia ekziston, neve na duhet me bë raportimin e duhun edhe të strukturum inicimin e rastit. Që të shkojmë deri pas këtyre personave. Faleminderit shumë për bisedën dhe sqarimet Korall. Faleminderit juve për ftesën. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo biseda në episodin e sotëm të podcastit sa i përket mesazheve mashtruese që po u qarkullojnë në telefonat e tyre qytetarëve të Kosovës përmes mesazheve duke u përcjellur, të njëjtat bëhen se janë dërguar nga institucione zyrtare dhe nga kompani publike, po që janë mashtruese dhe kanë qëllimin që t'ju dëmtojmë. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës në podcastin e radhës me një temë tjetër.